Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah në falemderim dhe vetëm nga falë dhe ndim kërkej. Të ndërshëm vëzër, do të flasim për mbretjen e trupit, duke pas parasysh që gjithçka sillet rreth saj dhe gjithçka nis nga ajo. Nëse zemra është mbreti, atëherë të gjitha pjesë tjerë janë ushtarë. Dhe realisht zemra i kontrollon pjesë të trupit. Normale nëpërmjet mendjes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ala inna fil jasadi mudgha. Thot është një pjesë në trup, idha salahat, kur të jetë mirë ajo, salaha al jasadu kullu, krejt trupi është mirë. Wa idha fasadat, kur të prishet, kur të shkatërrohet ajo pjesë ose ajo copë, fasada al jasadu kullu, krejt trupi shkatërrohet dhe prishet. Ela wa hiya al-qalb, a nuk është zemra. Në dresë vëzër, nëse flasim tash pa dorza drejt, ne njëri tjetrin si e shohim? Ne njëri tjetrin e shohim jo si zemër, e shohim si fizik, si trup. Dhe askush prej nesh nuk e din se unë çka kam zemër dhe ju çka keni zemër. Unë mund me të përcjell me të pa në vepra çka mundesh me bë, ama realisht unë nuk mund asnjëherë me perceptu, me kuptu se ti çfarë njeti ke me të vërtetë. Veç Allahu e din njetin dhe qëllimin tanë dhe tim. Nëse ne njerëzit i shohim si fizik, si trup, atëherë Allahu dëreshanu i shef zemrat e njerëzve. Në asnjë rast Allahu nuk e shef bukurinë as kujt, as pasurinë as kujt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Allahu nuk i shef zbukurimet apo bukuritë juaja, wa amwalikum, as që shef pasurinë juaj, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Por Allahu i shef zemrat e juaja dhe veprat e juaja. E kundërta e njeriut, edhe njerëzit i shohin nga pak veprat, mirë po ne si mund të argumentojmë se dikush qenë ka i mirë dhe s'qenë ka i mirë. Se tash ajo teza, mendimi se unë e kam zemrën e pastër e nuk ka nevojë për shembull mu fale me dhonë zekjate me shkun haç. Kjo nuk argumenton se ti zemrën e pastër e ke. Sepse imani duhet të mbështetet në diçka. Imani, për me i thonë dikujt pas ka iman, duhet të argumenton që ai trup imanin e vetë me vepra. Sepse Allahu dëreshanu tha unë i shoh njerëzit në zemrat e tyre dhe në veprat e tyre. Dhe me thonë zemra pa vepër nuk quhet zemra e mirë dhe zemra e pastër. Për atë shkak në themi, jo ne, po feja islame, el imanu qaulun wa amalun wa tasdiq. Imani është atë që e thua, atë që e vepron dhe këta të dhja të kenë një lidhje me zemrën, me qëllimin e mirë. Mirë, unë për me thonë, për shembull, filani mundet e më mërmendja se është i mirë, në bazë qka? Në bazë që e shof atë duke vepru.
Ai për shembull falet, i respekton prindërit, edhe unë thonë, vallahi, kjo djali mirë. A mundet ai mos me qeni mirë? Mundet, ama në shumë rrallë herë. Kur ai atë e bën me dyftërsi, pësa është munafik. Kjo rrallë herë ndodhë. Në më thonë, dikush të vend xhamije, të respekton prindërit, veç mena të regu neve se qenë ka djali mirë, anë realisht e munafik. Rrallë herë ndodhë. Nisi themi, vallahi, se e muslimani mirës, pëse? Asë një namaz në keni. Në më thoni, loj argumenti e kemi, një mbështetje e kemi, se kur flasim për atë në aspektin pozitiv. Të ndërshëm dhe zemra e ko jetën dhe e ko vdekjen, zemra e ko shërimin dhe sëmundjen. Dhe zemrat janë katër lloje. E para është selim, kalbu selim, zemra e shëndosh. Kjo zemër i takon besimtarit. Kur themi zemra e shëndosh, aludohet e besimtarit. Wa qalbun aghlaf, zemër e vullosur. Do më thonë, zemër e patent. S'ka së njës gjati, pa dash ti me qenë me fut diçka. Zemër e vullosur me gjunahe. Khatam Allahu ala qulubihim. Allahu lëshani u ka vullos zemrat. Wa ala sam'ihim, wa ala absarihim. U ka vullos të dëgjuarit dhe të pamurit. Pastaj zemra e tretë, zemra e jo muslimanit. Në më thonë, e para zemra e vullosur si gjunahqar, edhe treta zemra e muslimanit, ose zemra e munafikut. Bashkë këto. Dhe katërta, zemra e besimtarit me një dos të munafiklukut, me një dos zemër problematike të quaj, edhe tash kush cila ja shkon. Për shembull, ta zomë sot unë, bashkë me zemrën time, i kom falë 3 farze, 3 namaz i kom falë xhami, 2 i kom falë të shtëpia. Do më thonë, ja ma shumë e kam, apo? Për shembull tash, në aspektin pozitiv jam duke folë. Do më thonë, ajo në xhami ja ka shku asoj të shtëpia. Edhe kundërta, për shembull, në vend me i falë 5 namazë, i kom falë 2 namazë, tjera si kom falë hiq, ama i kom bo 5 gabime. 5 mëkate i kom bo. Do më thonë, mëkatët e shumë të që i kom bo, ja në peshore, kur t'i vëndojsh, e randon të mire. Do më thonë, keqja e randon të mire. Inshallah nuk jemi nga këto zemra. Për ditë, për shembull, zemra jonë, ta noe ka e keqja e jo nga e mirë. Të ndërshëm vëllezër, në qëfëse rruga jonë të njerëzit, të shkolla, të xhamia, ajo rrugë ka nevojë për me ecë, për me arrit atje. Ta Allahu Gjeleshan nuk shkohet duke ecë, duke vrapu. Ta Allahu shkohet me zemër. Ta Allahu subhanu ta'ala shkohet me bindje dhe me zemër të pastër. E jo me vrap dhe gana në vrapim kush përja shkon me shku të Allah, jo. Po kush e ka zemrën e pastër dhe kush e ka zemrën e sinqert. Mirë po, zemrën së pastër realisht, kur të nisët e me shku të Allahu, i del dikush në rrugë, e blokon, dhe e ndalon për mes me shku të Allahu. Qka qenë kanë ato? E shubuhat. E shubuhat, shqipi vinë, dyshimet e shumëta, ata citjet, ata përshpëritjet që shejtani ko paskohet të jep dhe të fut në dyshim. A me shku, a me shku në xhami, a me respektu, a me respektu prindin, a me studiu, a me studiu. Do më thonë, se cilën herë që mundohesh me bo një punë të mirë, një vepër të mirë, ato shubhen e gejat dyshimin se
A ekziston Zoti, as ekziston, a ka qenë Muhamedi sa mos ka qenë, Kur'anin a me lexu mos me lexu e kështu me radhë. Do të thonë dyshime. E njeriu kur ka dyshim, edhe nuk është i bindur në atë që beson, atëherë shejtani e merr ka vetë. Washubuha ash-shahawat edhe epshi. Epshi do të thonë, njëherë thamë dyshimi edhe epshi. Ne përmendëm fillim të Ramazanit, në qoftë se në këtë muaj Allahu Đeleshanu i ka prangosur djejt dhe gjinët, do të thonë epshi janë është me ne. Epshin se ka prangosur, epshin e kemi me vete. Edhe epshi luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Gjithçka sillet rreth epshit. Nëse e ke imanin e fortë, e sundon epshi. Nëse nuk e ke imanin e fortë, epshi e sundon imanin dhe e udhëheq ka do të që donë. Jo imanin, për në këtë rast atë njeriu nëse zemrën e tij. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, thot veprat nuk rangohen me shumë, sa shumë ke bën vepra. Mirë po, vepra rangohet edhe klasifikohet të Allahu Đeleshanu në bazë të asaj se kur e ke vepru me çfarë niyeti e ke bën. Shembull, i ke dhënë 100 euro, awa në momentin kur i ke dhënë 100 euro, ke qenë shumë i pastër dhe niyetin e ke pas pa asnjë imësi dyshimi. Edhe i ke dhënë dikujt. Edhe i ke dhënë 100.000 euro, me në 50 njeti. Edhe i pastër edhe pak me mpa dikushe, me dit dikushe, pak mu laftru e pak. Cila vepër qenë ka më e mirë këtë rast? A i 100 jo më i mirë, se a i 100 mishi. Dhe më thonë se të Allahu nuk varet sa shumë punë banë. I mund është tërë ditën veç më falë. Ama në jetë nuk e ketë pastër. Edhe i namaz o problem mu pranon. Edhe pak, më të shta ma pak falë, veç farëzët i falë, obligimet, namazet në gjami, mirë pa me një jetë pastër. Në të se zëllën herë, banja me në veprën, kur ta bëni, në momentit që e bëni veprën, mundohet ti pastroni një jetët në zemrat e juaj. Të dashë vëllezër, jeta e mirë është në zemrat e mira. Jeta, do më thonë, për të qenë e mirë, du të me pas zemrën e mirë. Allahu Đeleshanu thotë, jaume la yanfa'u malun wala banun. Do të vjen dita kur nuk do të bën dobi pasuria as fëmijët e vladi, illa men ata Allahe bi qalbin selim, përpos ai i cili shkon të Allahu me zemër të pastër. A dit nuk ka, do më thonë, do një intervenim të mundshëm që mundemi me bone në përmes fëmijëve tanë dhe pasurivës tanë. A dit që është ka kryesore do t'jenë veprat tona, që do t'i argumenton zemra. Ajo gjuha, në ditën e gjykimit gjuha bllokohet, nuk fol. Se gjuha ka një zotësi, po këta që hinë provim, shumë herë kanë qef provimet me i bon me gojë, jo me shkrim. Pse se ajo me shkrim jetë. Edhe dhe nëse intervenon se ke pas mira, i profesorit e ka thonë notën e dokë, thot, ajde nesë. Qka ke shkrujt? Amo me gojë kërja nisë, e qonë ma betin gjatë ata, e shese sa askun në tepsira të thonë, opa, në të majtë. E drejtem, gjuhën be kjo që ndalët. Por atë qka ka thonë për nështan për gjuhën, a i cili me garanton gjuhën dhe organin intim, ja garantoj gjenet. A mundet dikush me garantu këtë diqësh? Askush. Nuk ka njëri në botë që mundet me garantu gjuhën. Edhe epshe.
Të ndërshëm vëllezër, yawmu la yanfu malun wala banun. Nuk ka dobi ose nuk të vend dobi as evladi, fëmijët, as pasuria e bollshme, e mjaftueshme, bile shumë pasuri ka dikush, mirë po të Allahu dhe shanë nuk vjen atë gjë. Çka kanë thonë dietarët, çka ne kuptojmë me fjalën zemra e mirë, zemra e fortë, për ka e mira, për aspekti pozitiv. Thot, kur është larg shirkut, kur ajo zemër nuk e ban shok Allahut fuqiplot, ajo zemër nuk ka haset, ajo zemër nuk ka zili, nuk ka inat, nuk ka mëllëf, ajo zemër fal, ajo zemër e qetë, edhe kundër të. Për shembull edhe muslimanë portas, edhe muslimanë kopras, edhe muslimanë gifres, edhe muslimanë ka pak këtë gjënat. Kjo zemër nuk mundet me tjede pak. O zemër e komplikume, edhe tash në valet të Allah kur dalim, qka ka bo ma shumë vepra, nëse anon ka e mira, inshallah shpëtan, nëse jo, dënohet. Mirë, e epshit qka me i ban dhe dëshimit, çfarë ilaçi duhet me përdor ne për epshin dhe çështjet që na fusin dëshim. E para, për dëshimin bindja në Allah, a për epshin durimin. Në më thonë, dy çështje janë ilaçi dyjeve të para. Kur dëshon, duhet me qenë i bindur në Allahun fuqiplot, se Allah ekziston dhe kri puna. Nuk ka më marrë me filozofia. Edhe e tjetra kur t'afrohet gabimi, mundësia me ron gabim, t'i ban sabër dhe ban durim. Ju e dini s'ka me thonë durimi, bile tash Ramazan, që 28 ditë sot, pa me pas dhe durim, tash 2 orë para iftarit, ishmi knasë të pi espresso. Ama njeri që ka durim, ama se zonë, durim, dhe njëherë, a i shejtani, ne e që për tash, shejtani në gaba, ato defektet, ato problemet që i kena pas para Ramazanit, i kena hi, me gjunahe, me të mira, me të liga në Ramazan, apo, s'ka njeri, ka dhe tash, gjunahet që i kam 30%, lene e ona që a i po hi pa gjunahe në Ramazan, jo, kena hi Ramazan, ashtu si kena qenë. Edhe njeri jo me dopsin e vetë, gjunahe që hi në Ramazan, ka mundësi me ra, në gabim. Nuk do më thonë që vetëm shejtani i ka fajt. Se shumë herë shejtani më rejtë. Ja, dhe në herë qefit ka rejtë. Unë e dim, ne të gjithë dim që shejtani janë luft me nema. Unë e shumë herë kam përmend, a i kur kishë gabun kona Hazreti Omerit, i kishë thonë Hazreti Omerit, Allah i kishë saktu. Dhe me thonë, ka dash më mbrojt me kader, me caktim. Ka thonë Allah e ka caktuar me vjetë. Kishë vjetë, e ne kanë zanë. E tosh, duhet me aprej dorën, 100 milion argumente se në fund ka thonë, Zoti e ka caktuar me vjetë. Mire se do me ka thonë, në regull, Zoti e ka caktuar dhe unë dorën ti me të aprej. Ma i si që ashtu, po më bështetës në diçka që edhe dhe ne në njëherë më stalidhim, ose Zoti e ka caktu, ose shejtanim ka rejtë. A i ki pa dhe njëherë, prindje e men, pyjtë i djonë, pse ke shku këndet dhe një sabah, shokët me morën? Edhe ta shokëve o në fajnë. Po kuj gjete po bëtë që ato shokët dhe një sabah, që? Pa i ma herët mësë në sabah, ku ka mu këti të shvija? Mirë të ndërshëm dhe Allahu thotë vëgjallna minhum e immeten jehdun bi emrina lemma saberu ata do t'ju dhëzojmë ne dhe do t'ju bëjmë për tyre prijes që do t'udhëzohen me urdhërin tanë lemma saberu mirë po
në fillimisht duhet me bon sabër o kjanu be atina yuqinun. Edhe argumentet tona, ajetet tona i kanë besuar me bindje. Mirë, pejgamberi sallallahu çfarë doa dhe çfarë lutje ka bën për çështjen e zemrës, thotë ja muqallibul qulub. O Allah, o ti i drejtohet Allahut që si të them, i rrotullis zemrat, thabbit qalbi ala dinik, ma përforco zemrën time në fenë tënde, do më thonë në shahadet, në fjalën la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Thot Enes radiallahu anhu, ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, amanna bike vë bima gjite bihi, ne të kemi besu ti se pejgamber dhe me atë që ke ardh, me zbritjen, me Kur'anin dhe hadithit. Fa hal takhafu alejna, a na frigosh dhe njëherë neva, shkon mendja se ne mund me gabu. A frigosh se ne mund me dështuem, thot pejgamberi Islam, naam po. Unë e thot e kam dro dhe gajde se ketë të gjithë nëse njerës mundi me dështup. Thot innal qulub bejnë isba'ini min asabi Allah. Thot se ketë zemrat janë ndërmjet gishtave ose ndërmjet dy gishtave të Allahu subhanahu wa taala. Yuqallibu kayfa yasha. Edhe Allahu i rrotullis ato zemra si do. Shembull, i ki po do njeri, unë për njeri jam të folësash. Kur të folë për njeri, para më dhe Allahu, absolut. Krahasim jo, nuk ka nevoj, nuk mund me krahasu, për si shembull. Kini top vogël, dy shka ndorë ki, edhe të qka banë ma të lunë. Me këtë tjetër ndorë, e le pak, e merë. Pse si ki mundësi me majtë kontrol, apo? Po me ta dhonë një gurë, 50 kila, a mundësh me lujtë matë? Së mundësh, se në levisat, se kënë kontrol, asë se në rëtullan. Allahu dhe leshan në hu, para me dhe nëse njeri ju në qka mundet me lujtë, para Allahu dhe leshan qka mundet me bon me zemrat tonë. Zemrat tonë nuk mundemi me i qujtë asë njëherë të garantume se nejna të falë edhe ma në gjennet direkt, jo. Por atë qka këbëni dua, thoni o Allah, në bëndë mundës me një vdekje të mirë. Dhe Kur'ani të ndeshë vëzër është ilaçi, ndër ilaçet kryesore për me e stabilizu zemrët. Allahu thot ja ju nas o ju njerëz, ka gjatë ku ma u idhetun juve ju erdhi këshilla, Kur'ani nga Allah subhanahu wa ta'ala, o shifaun lima fis sudur, dhe shërib dhe i dasë para që e keni në zemrat e juve. Se njeriu shumë smundje dim, janë smundje serioze që e lon njeriu në shtrate, ka thimbje, mundoj shumë. Mirë për mbaja mend, ajo smundje asgjë nuk është nga smundja e shpirtit dhe zemrës. Para më po që ka thonë doktori, e keni smundje bajgi të randë. Edhe ai doktori tjetër, për shembull ai shejtani, mos ta krahasoj gabim, sa të bish me flet, nuk të me flet. Një ëndër të keqe. Hanë edhe një alama të keqe. Dil jashtë frigosh. Ka me mëzon kjo, ka mu bu tërmet, ka me ndodh kjo, ka me ndodh ajo, natën së në frejnë, ditën së në del jashtë. Frigo prej këti, frigo prej ati, plas njëri. Cila qenë ka ma keqë. A me thonë doktori, ki jeni smundje të randë, a mës me ditë se qka ke, edhe mës me qenë rahat në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin psikik hiq. Kjo aspekti shpirtëror dhe psikik dhe aspekt zemra janë ma problem se sa këtë smundje tjera që mundet me pas njërën. Para qka këta lusim Allah, se zemra tona ti përfërson në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Të ndërshë vëzër, djetarët e maherë që më kanë thonë ta kishin ditë mbretërit njerëzit e fuqishëm se ne fukarat të pretendojmë që kemi zemër të pastër edhe një jetë mirë, se çfarë knatësie kena edhe si knaqemi me ne, me qatë to që i kemi, thotë na kishin rrej ka 100 shkopi për ditë.
nga i lati se ato nuk janë rahat. Edhe ju mëse me ndoni njeri unë këtë a shifni dë njerë, valla u knasën ata. Nuk ka njeri që s'ka gajle dhe s'ka probleme. Pasha Allahin edhe pasha niki mëj madhë se është, i ka gajle të vete dhe probleme të vete. Po ne, sot dita 28 e muajt Ramazan, inshallah Allah i ka bull më ban, i kemi në kanë bejt edhe 2 dita e shtunë, do të kemi një sër ligjerat edhe ditën e diell, do të kemi një sër ligjerat në namazin i kindis. Inshallah Allah në uzon edhe të gjithë se bashkë në xhenet në sënë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë, Haxhi Rasimi kërkon me bon pyetje, Haxhi Huseni kështu thot. Do me thonë, mirë Haxhi Rasim, a ka të një pyetje Haxhi Huseni? Po ku e ti që përpjeton? Hajde, nëna që sena, e pileje po. Namazin e farzit, nësë me dhe që vatit tonë se namazin e sinejt. Imam e thënë, amin. Unë e thamë me so, nërë par, amin. A kam të një se vata jo, atë, e dakika. A të azmit, të mëse, që që vyku nga të shërë, Kjere, kjo çështja e sunetit, Haxhi Rasimi ka po pyetje, ati ka me dhënë për. S'ki me mund, s'ki sapër, a me arti kështë tjetër më i fort? Do me thonë, ato që kanë qenë haqë, tu ka të boje të ne i klasifikojnë dhe i sqarojnë punë në bazë me dhejbeve, që disa regula nuk spjegohen në bazë me dhejbeve. Amin, me thonë amin, është mirë. Se i thonë Allah pranoje. Me thonë amin, o mirë. Mirë po të ne, po shembull të ne, në bazë me dhejbit Hanefi, thot amin, mirë po me një dosë tullët zanit. Do me thonë kështu, shkolla juridike Hanefite shpjegon, do me thonë aminin po, mirë po me një dosë tullët, e shkolla tjera juridike, thonë imami thot amin, xhamati thot amin, që edhe e para edhe e dita janë rregull, mirë po edhe këta që thonë amin edhe gjithë i zone, edhe këta e kanë në rregull dhe e kanë tamam. Do me thonë asë një rast në asë një mënirë, nuk guxojmë ne me kundërshtu diçka që është në fejnë tonë, ose është baze e fejës tonë. Haxhi i Kallashi, Haxhi Huseni. Pa për rimin e lidhën farz, ose si në këtë, Allahu Ekber. Në zonë të t'i mama e kina të rakina. E kuptova. Jo, dënherë, thot edhe stakfirullah. Për me na përkujtu neve që inam namaz, edhe duhet me lutë Zotin që Zotin me na falë. Pyetja para 2-3 ditëve që ka dhashtë, në më dha përgjigje se e patëm misafirin atys. Nesër kam të adhonë, inshallah. Nesër tjetër pisme? Ja, nesër kam të adhonë, se jam lodhë, valla. Valla, faleminderit. Salam.